Nuk kanë fund bëmat e Air Albania, teksa kompania ka marrë atë pjetën. Ata që po e pësojnë janë qytetarët. Para 2 ditësh u denoncua një rast skandaloz ku një arkivol ishte bllokuar brenda avionit për 6 orë. Familjarët e të tjerit u detyruan të shtyjnë ceremoninë e varrimit për shkak të tekave të kësaj kompanie, por në adresë të pamfleti ka ardhur një tjetër denoncim. Dje ka pasur një vonesë të pajustifikuar në linjën Tiranë-Stamboll. Avioni duhej të nisej në orën 7, por fluturimi u anulua dhe u nis nga Tirana në orën 15 me staf të plot turk. Shumë qytetarë që ikin tranzit në destinacione të tjera humbën fluturimet, por ata janë lënë të flenë në stol. Na sollën në Stamboll dhe na dhanë vetëm biletën për nesër pas 24 orësh dhe na suportuan vetëm me 2 sanduiçe e një shishe ujë, jo hotel. Duhet të rrim rreth 15 vet të flem në stol. E turpshme, loja Turkish Airlines me Air Albania, që është vetëm një vasale e plotë e mëmës Turkish Airlines, thuhet në mesazhin e qytetarit. Pak ditë më parë u denoncua në media se Ismaili, Migjeni, Naimi, avionët të cilët dikur mbanin flamurin shqiptar të stampuar në trupin e tyre, janë zhdukur paname pa nishan. Ata që dikur qeveria i shiste si krenarinë e qiellit të Shqipërisë, tashmë nuk duken askund. Arsyeja është se kompanitë që ja kishin dhënë ato me qira Air Albanias i kanë tërhequr avionët mbrapsht për shkak të mospagesës së qiras. Si rezultat, tashmë Air Albania ka përfunduar me avion pa logo apo simbol të Shqipërisë. Avioni i vetëm i kompanisë Flamur që duket në qarkullim mban logon Dana Air, kompanisë që ja ka dhënë atë me qira Air Albania. Avionët merren me qira, bëjnë disa rrugë dhe zhduken sërish për shkak se tërhiqen mbrapsht nga kompanitë qiradhënëse, pasi nuk paguen. Aq shpesh vinë e ikin avionët e Air Albania, saqë kompanisë nuk po i del më koha as tu stampoj logon e saj dhe simbolet e Shqipërisë. Ndërkohë, Air Albania është paditur nga disa kompani të huaja dhe është e zhytur deri në fund në prag falimenti, duke se aferat e Sinani Drizit i vuajnë qytetarët.